Për dallim nga javët e kaluara kur interesi i qytetarëve për t'u vaksinuar kundër gripit sezonal arriti deri në mbi 500 persona në ditë. Tashmë ka filluar të vëretë një rënje e dukshme interesimit për imunizim. Ajo që bie në sy është mungesa e interesit nga dy prej kategorive më të rëndësishme, gratë shtatzëna dhe fëmijët deri në moshën 5 vjeç. Edhe pse këto grupe konsideron veçanërisht të rrezikuara nga komplikimet e gripit, si infeksionet e rënda të rrugëve të frymëmarrjes, shtrimet në spitale dhe rreziku i ndërligimeve gjatë shtatzanisë, pjesëmarrja e tyre në procesin e vaksinimit ka qenë pothuajse simbolike. Mësë shumëti kemi pas kategorinë të moshuarit mbi moshën 65 vjeçare dhe të sëmurit me sëmundje kronike. Kemi pasur shumë pak edhe fëmijë në moshën, prej moshës 6 muaj deri në 5 vjeç. Gra shtatzëne për fat të keq nuk kemi pasur këtu në poliklinikën tonë Bit Pazar. Neve kemi pas termine, do me thënë me 2 ndrime, ndrimi parë 300 pacienta dhe ndrimi i dytë ka 300 pacienta, do me thënë gjithsej 600 pacienta në ditë, mirë po numri ka qenë shumë i lartë, me të vërtetë. Prej rreth 80.000 dozave të siguruara nga Ministria e Shëndetësisë për vaksinim sezonal kundër gripit, mbi 70.000 qytetarë nga grupet me rrezik të shtuar kanë marrë vaksinën pa pagesë. Ndërkohë, qendrat e shëndetit publik kanë vënë në dispozicion edhe një sasi të kufizuar vaksinash me pagesë për qytetarët që nuk i përkasin kategorive të rrezikut, prej të cilave më shumë se 1.000 persona janë imunizuar. Sipas të dhënave elektronike që nga fillimi i fushatës së vaksinimit, gjithsej 73.145 persona nga kategoritë e rrezikuara të popullsisë janë vaksinuar me vaksina falas. Qendrat e shëndetit publik kanë blerë 2.400 doza shtesë të vaksinave komerciale, si vaksina për pjesën tjetër të popullsisë që nuk bën pjesë në grupet e mësipërme, ku gjithsej 1.424 persona janë vaksinuar me vaksina komerciale. Ndërkohë gripi ka filluar të marrë hovë, me raste që po rriten gradualisht nga java në javë dhe me një përhapje më të theksuar.